Për gjatë muajit gusht, kalaja e Gjirokastrës ka mirëpritur rreth 38.000 turistë, ndërsa vazhdon të ngelet ndër monumentet e kulturës më të vizituara në rang vendi. Rreth 72% e vizitorëve janë të huaj, kryesisht nga Europa, SBA-ja, vendet e Azisë e të tjerë. I konsiderueshëm është edhe numri i turistëve vendas, të cilët shprehin interes të vizitojnë Kalan e Gurt, duke u njohur me vlerat e veçanta historike dhe ndërtimore të saj. E ndërtuar mbi kodrën që mbikëqyr qytetin, Kalaja e Gjiros është një nga fortesat më të mëdha në Ballkan dhe simboli më i rëndësishëm i Gjirokastrës. Kjo është një shifër e mirë për numrin e vizitorëve, por edhe një sfidë për drejtoriat e anëtarëve të zhvillimit kulturor, nisur nga fluksi i lartë nga nevoja për mirëmbajtje, menaxhim apo dhe ofrimin e shërbimeve ndaj këtyre vizitorëve. Atëherë, në mënyrë të përditshme dhe periodike, drejtoria rajonale krijon pastrimin e gjithë ambienteve të kalas, ofrimin e shërbimeve të tualeteve për të gjithë këta vizitorë, gjithashtu edhe shërbimin e ndriçimit apo dhe pastrimin me herbicid të gjithë bimësisë të cilat arritet në muret e brendshme të kalas. Ndërkohë, Ministria e Kulturës aktualisht është duke kryer një projekt për vendosjen e sinjalistikës në 10 site kulturore, ndërkohë që edhe Kalaja e Gjirokastrës dhe Parku Arkeologjik Antigonec janë pjesë e këtij projekti për të rifreskuar dhe riformatizuar ose standardizuar gjithë sinjalistikën orientuese për vizitorët. Më shumë të turistëve preferojnë që të vizitojnë në fillim postet kryesore të Kalas së Gjirokastrës dhe më pas edhe muzeun që e kemi brenda në Kala. Më të interesuar janë për historitë, për armët, po ashtu edhe për kullën e sahatit, meqense është edhe më e famshme e Kalas tonë. Ka disa turistë të cilët rikthehen vit për vit, por kryesisht turistët shqiptar mund të themi, ata që emigrojnë dhe më pas rikthehen përsëri. Më shumëta i përkasin grup moshave mund të themi rreth të 40-tave dhe më shumë familjar. Për më tepër, më shumë të turistëve mund të themi që janë nga Polonia, nga Hollanda, nga Gjermania, nga Franca dhe nga Italia. Ho fatto la visita del castello di Gjirokastër. Jam duke vizituar kështjellën e Gjirokastrës. Është herë e parë që ndodhem këtu dhe është shumë bukur. Në muze u njoha me historinë e vendit tuaj. Nga muret e Kalas pash edhe peizazhin e veçantë që ofron Gjirokastra. Pieta città, molto interessante. Fal vlerave historike dhe ndërtimore, Kalaja e Gjirokastrës vazhdon të jetë ndër sitet më të vizituara të trashëgimisë kulturore, duke tërhequr kryesisht turistët e huaj në Shqipëri.